Qeveria shqiptare ka vendosur sanksione të ashpra për të gjithë ata investitorë që përfitojnë nga kontrata për marrjen e trojeve me €1 në rast se nuk realizojnë investimin e kërkuar apo nuk përmbushin pikat e vendosura në kontratë. Në vendimin e miratuar së fundmi nga Këshilli i Ministrave, është vendosur që në rast se subjekti nuk e realizon vlerën totale të investimit në periudhën e parashikuar në kontratë, atëherë ai gjobitet me 10% të vlerës së investimit të parealizuar. Ndërsa nëse edhe pas 6 muajve investimi nuk realizohet, qeveria ka vendosur që kontrata të zgjidhet nga institucioni shtetëror që e ka lidhur atë, duke marrë gjobë në masën e garancisë depozituar në ato periudhë. Gjithashtu vendimi i qeverisë parashikon që për çdo vend pune të pahapur, subjekti qiramarrës do të gjobitet me 50.000 lekë në vit para nënshkrimit të kontratës së qeras me tarifë €1 kontrata. Qiramarrësi është i detyruar që të kryejë pagesën e garancisë së kontratës në masën 2% të vlerës së investimit të marrë përsipër në konkurim dhe garancia kthehet pas përfundimit të investimit. Por pavarësisht vendosjes së sanksioneve në vendimin e qeverisë, subjekteve ju jepet mundësi që për raste të justifikueshme mund të rishikojnë treguesit dhe afatet e planit të biznesit gjatë zbatimit të kontratës dhe të bëjnë ndryshimin e tyre në marrëveshje mes palëve, duke mos ndryshuar kushtet thelbësore të paraqitura në konkurim dhe kur pjesëmarrës në konkurim ka qenë vetëm një ofertues. Në këto raste, marrëveshja shoqërohet me ndryshimet përkatëse në planin e biznesit dhe në kontratë.